Derisa po I shohemi skena teatrale që po ndodhin në kuvendin e Kosovës, ku partitë politike me sa duket, ose partia e parë fituese ka vendosur me u tall me institucionet edhe hallet e problemet e qytetarëve. Ne jemi fokusu në një problem tjetër, I cili është fakturat e energjisë elektrike me të cilat do t'i paguajnë qytetari I Republikës Kosovës prej këtij muaji. E që është trajtimi prej 16.1%. Për me bisedu për këtë temë, e kam të ftuar Luan Hasanajn. Luan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Njërin prej organizatorëve të grupit I cili po proteston edhe po kundërshton këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Sot e kemi thirrë me një shkas tjetër, e që është padia ndaj zorrejës që e kanë dorëzu në emën të disa aktivistëve dhe organizata të cilat po protestojnë dhe po kundërshtojnë këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Deshta me fillu me këto, Luan, çka përmban kjo padi edhe çka tutje? Po, duke ditur që procesi I marrjes së vendimit nga ana zyrës së rregullatorit, pra që nga fillimi I tij, është përcjellur me kundërshtime të mëdha dhe me një mungesë totale të transparencës. Ka qenë e pamundur që mos të reagohet edhe në këtë mënyrë. Pra, krahas fushatës së madhe të kundërshtimeve, krahas protestave, krahas aksioneve simbolike, pra është edhe një adresë që konsiderojmë shumë e rëndësishme, pra institucionet e drejtësisë, të cilat ne konsiderojmë që duhet të ndalojnë këtë vendim të dëmshëm dhe arbitrar nga ana e zyrës së rregullatorit. Pra, padia është hartu kryesisht bazuar në 3 shtylla. Pra, e para është mungesa e totale transparencës së marrjes së një vendimi të tillë prej anës së zyrës së rregullatorit, është shkelja e drejtave të njerëzit, pasi që këto tarifa do e vështirësojnë më së madhe jetën e gjithë secilit qytetar të vendit tonë, si dhe krijimi një lloj pabarazie të cilën është parë nga ky vendim. Pra ne u dëshmu që në 4 komunat veriore të vendit, pra ky vendim nuk do gjejë zbatim, po është një lloj diskriminimi për qytetarët. Andaj vetëm këto 3 shtylla, sigurisht që padia si e tillë është goxha voluminoze, përmban edhe pikat e tjera të cilat zoti Bajraktori avokati I cili është ofruar vullnetarisht mirë, po edhe ekspertë të tjerë ligjor që kanë ndihmuar gjatë procesit hartimit të padis, dhe jemi thellësisht e bindur që institucionet e drejtësisë, pra këtë gjykata themelore, do të ndërmerr veprime të cilat do ta marrin fillimisht mosën e përkohshme ndaj këtij vendimi dhe si të tillë ta kthejnë në pikën 0 dhe në mënyrë që të pamundsojnë implementimin e tij, jo të paktën këtë mënyrë, pra nevojiten kur institucionet caktuara duan të marrin vendime të tilla të cilat e prekun jetën e qytetarit. Minimumi është të paktën të ketë një diskutim publik, një përfshirje të grupeve interesi, që parashihet edhe me ligj, ka një obligim ligjor. Kështu që duke pasur përbazë që gjithçka ka shkuar në mënyrë formale, do thoya, vetëm mënyra se si janë thirrur organizata të caktuara, grupet e interesit, ata që kanë kundërshtuar, mënyra se si ZRE-ja I ka bërë ato që ata I kanë quajtur konsultime publike, pra janë komplet qesharake, pra I kanë bërë bashkë 4-5 akter në të njëjtën kohë, një takim I cili ka zgjuar ndoshta 1 orë, dhe shumica e takimit është zhvilluar duke bërë ata prezantimin e punës dhe rolit tyre, pra duke lënë fare pak hapësirë diskutimit të kundërshtimeve të grupeve të caktuara.